Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra. Allahu a pranoftë agjërimin, adhurimet. Bëftë Allahu që ky agjërim të jetë dritë për juve në këtë dunjë, në varret e juaja dhe ditën e takimit me Zotin. Dhe padyshim se kështu do të jetë me lenin Allah të mënduar. Me që ne jemi kthyer ka Zoti jon. Me që ne jemi përkushtuar që të përgjigjemi thirrjes së Allahut të mënduar, të agjërojmë dhe jo vetëm. Të përgjigjemi Allahu xhallahu ala në gjitha thirrjet që ai na thret. Nga sa ai është Zoti i gjithësisë, ai është Zoti që kujdes për neve. Ai është i gjithëmshirshëm. Ai është paqëdhëruesi. Ai është me emrat e shumë që kemi folur më tani dhe do të flasim deri në fund inshallah. Ndëruar, sot do të jemi në ta kemi një emër të bukur nga emrat e Allahut azza wajal. Një emër krahas është i bukur. Është një emër që sqaron shumë çështje të rëndësishme për neve. Ja përgjigje në shumë dilema që sot njerëzit i kanë. Madje ky emër rregullon edhe orientimin në jetën tonë. Ky emër e organizon në mënyrë të mrekullueshme jetën tonë. A thu vallë për çfarë emri bëhet fjalë? Të nderuar, emri i Allahut El-Khaliq, emri i Allahut Krijuesi, ai që krijon. Allahu xhallahu ala Kur'an në shumë vende ka përmendur se ai është krijuesi. Ai ka krijuar çdo gjë. Ai nuk është i krijuar, por ai krijon çdo gjë. Ai krijon çdo gjë. Kur themi se Allahu krijon, të ndëruar shikues, këtu pastaj ngriten shumë çështje. Fillimisht, sot është një pyetje e madhe në mes njerëzve sa thu vallë, cila është origjina e njeriu? A është i krijuar apo ka ardhur si pasojë një rastësie që është bartë nga periudha në periudhë, nga një specie, nga qenie në qenien tjetër, derisa është formsuar kështu. Versioni i Kur'anit për njeriu është version që e nderon njeriu. Është version të ndëruar shikues që e ngrit njeriu në epërsinë e merituar që ia dha Allahu i Madhnuar. E bën tamam njeriu atë që duhet të jetë njeriu. I krijuar nga Allahu te barekuhu teala. Sa bukur Allah e përshkruan atë moment kur e ka krijuar Allahu azza wajal Ademin alayhis salam. E ka krijuar me ndrime më të mëdha në prezencën e melajkeve. Ka qenë një pamje madhështore. Ka qenë një lloj feste e madhe. Po krijohet njeriu, një krijesë e dashur në Allahut azza wajal. Dhe njeriu kur e nis respektin për vetveten, nga origjina prej ka ardhur, padyshim se ndryshe organizohet jeta e tij. Ndryshe e kupton kush është ai. Prandaj nuk kemi rastësisht këtu. Nga se të ndëruar, rastësia është e pakuptimt. Rastësia është skajshmërisht e palogjikshme. Po nuk të bën erë. Nuk të bën erë. Të ndëruar, nëse për shembull një njeri ka ardhur te ti menajt. Edhe ti gëzohesh që ka ardhur te ti menajt. Edhe ti një vetë ndërum, filonim ka ardhur. Thot rastësisht hinet e ti, se dikun tjetër më nis, po kokën ai rastësisht. Do pa planifiku, pa menu për me të ndëru ty. Qysh njesh? I thyer. Kanova që keni shpish për tonë. Ke pas qëllim me ardh tonë, jo se kum pas qëllim marrti. Rastësisht hina. Sa kum di që këtu banon. Rastësisht hina në këtë shtëpi me pi ujë kur ja ti qenë ke banorë kësaj shtëpie. S'tjap ke për ty ndërimit. Mos lasim që është një përdhosje e skajshme e mendjes njeriu, i cili nuk pranon rastësi në gjërat më të thjeshta, e lën në raport me njeriu që është nga krijesat më komplekse që ekzistojnë. Prandaj ajo që të bën me qenë i nderuar, ajo që të bën me qenë i privilegjuar është fakti se ti je krijuar. Dhe jo rastësisht, me qëllim. Kush të ka krijuar? Allahu te bareku ve teala. Ai është krijuesi. Sa është përkatësia ndershme kjo. Sa është përkatësia kënaqshme. Unë jam krijesa, nëse Allah është krijuesi. Kujt i përket në këtë krijimtari? Allahut. Ai është krijuesi.
Allahu i gjithdijshmi, i gjithfuqishmi, i gjithpushtetshmi, ai. Prandaj emri Allahut El Khaliq të kthen në origjinë, të kthen në bazë, të kthen në shpjegimin e dur prej ka ke arti, jo nga bota e rastësive, interpretimi i rastësishëm i krijimit i arës tënde, realisht është i pakuptimt. Andaj emri Allahut El Khaliq tregon se është një Zot i gjithfuqishëm, i gjithpushtetshëm, sikur se kemi folur. Dhe nga fuqia dhe pushteti dhe dija e tij është, dhe urtësia e tij dhe drejtësia e tij është edhe krijimi. Gjithçka që Allahu ka krijuar me qëllim. Nëse Allahu mohon pretendimin se diçka ekziston rastësisht, diçka ekziston së koti, madje kët Allahu te baraka te këtë perdim e atribon te ata që nuk besojnë Zotin. Dhalika dhannu alladhina kafaru. Kjo është një pretendim i atyre që mohojnë Zotin. Ata që thonë se rastësisht, koti, nuk duhet kjo, po ja është gjindur këtu. Nuk ka asgjë së koti. As në qiell, as në tokë, nuk ka asgjë së koti. Gjithçka ka qëllimin e vet. Njeriu të ndëruar në këtë botë, vetëm kur bën veprime të qëllimta, të synuara, shpërblehet. Po rastësisht, nuk shpërblehesh për këtë. Nuk lavdërohesh, nuk merr certifikata ti me rastësi. Por merr me qëllim, kur e bën me dije, me planifikim, me urtësi të caktuar. Nëse ne kështu e lavdërojmë dikën, çfarë të mëna për Allahun te barekuta. Dhe Allah është krijuesi. Dhe këtu është shpjegimi i këtij jetës tonë. Me që jemi të krijuar. Nëse këtu fillon rrëfimi, gjithçka pastaj merr kuptim në kuadrat e emrit të El Khaliq. Në kuadrat e emrit të El Khaliq të ndëruar shikues, shpërfaqet madhështia e Allahut, shpërfaqet fuqia e Allahut, shpërfaqet mëshira e Allahut, shpërfaqet dituria e Allahut azza wa jall. E kështu me radhë, nga se këtë kosmos, këta qiell, këto planete, nuk mund t'i krijon dikush që nuk është i fuqishëm. Nuk mund t'i krijon dikush që nuk është i dijshëm, po as që nuk është i mëshirshëm. Nga se në krijem të Allahu xhallahu ala shohim shumë mëshirë, shumë dashuri. Dhe gjitha këto realisht janë ato që përmblidhen të emri Allahut El Khaliq. Prandaj të ky emër e gjejmë veten, të ky emër e gjejmë njëri tjetrin, të ky emër e gjejmë kuptimin e jetës që realisht dal nga ky emër me kuptimet e dashurisë, dhëmshurisë, mëshirës e kështu me radhë. Por edhe qëllimit. Me qëllimin e krijuar, dhe kuptuam se Allah nuk krijon asgjë rastësisht, por me qëllim. Ne tash më hulumtojmë pas njohjes së origjinës, pas njohjes së fillimit të zanafillës, tash ne kërkojmë edhe qëllimin e krijimit. A thuhet pse u krijuam? Pse erdhëm? E kuptuam që Allah na ka krijuar, po pse? Edhe kësaj përgjigje krijuesi, edhe kësaj pyetje dua të them, krijuesi i dha përgjigje. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Njerëzit nuk i krijua për tjetër, po që të më adhurojnë mua. Edhe gjinët kështu Allah i ka krijuar. Andaj krijesën e njëri Allah i ka krijuar me qëllim të caktuar. Që ai të shërbehet me këtë aq që Allah ka krijuar, e që në fund ai të bëhet pastaj shërbëtori i Allahut të mënduar. Ky është cikli i duhur. Kështu funksion jeta e lumtur, jeta e kompletuar, jeta e rregulluar, e ndërtuar në disiplinë. Allahu e ka vendosur nën shërbimin tënd, që të shërben ty dielli, të shërben ty oksigjeni, të shërben ty uji, të shërben ty toka, e cila është e qetë dhe stabile. E ka bërë Allah të qetë për ty o njëri. Që ti, pastaj i qetë, i kthyer ka Allahu azza wa jall, ta realizosh qëllimin e krijimit, e që është adhurimin e Allahut të mënduar. Ç'kjo është shpjegimi jon? Dhe keq ka ekziston, Allahu e ka krijuar. E me që Allah e ka krijuar të ndëruar shikues, atë krahas që ka fillim, krahas që ka qëllim, ka dhe mbarim. I vetmi është Allah që s'ka as fillim, as s'ka mbarim, nga se nuk është i krijuar. Dhe kjo mbush zemrën dashni për Zotin te barekuta. Kjo mbush zemrën bindje se ky është Zoti që duhet adhuruar, jo ndonjë Zot i krijuar. Nuk mund të adhurojmë Zotin e krijuar. Nuk mund të adhurojmë diçka që njëri e ka bërë vet, nuk mund ta bëjmë këtë.
kur asgjë nuk ka pasur, Allahu ka qenë. Edhe kur asgjë nuk mbetet, Allahu do të jetë. Prandaj, ky është Zoti që duhet i kthehemi. Këtij Zoti duhet i besojmë të nderuar shikues dhe të realizojmë qëllimin e krijimit. Andaj elusim Allahun e manduar me emrin e Tij El Khalik, që Allahu te barek o taala na e lehtëson jetën këtë dunjë, me që ai është dhuruesi i jetës. Elusim Allahun e manduar që na furnizon Allahu me pasardhës të hajrit, nga se ai i krijon në mitet e gruas dhe i zhvillon në barqet e tyre. Elusim Allahun e manduar me këtë emër madhështor, që Allah na ndihmon në realizimin e qëllimit për çka na krijoi. Dhe elusim Allahun e manduar që Zoti te barek o taala na ruan nga dënimi i tij, nga hidhrimi i tij, e të na mundson që ditën e gjykimit të dalim faqebardh me që kemi realizuar qëllimin për cilin Allahu na ka krijuar. E shumë dua tjera që mund të dalin nga emri Allahut El Khalik, por një lutje simbolike, një shembull konkret praktik, si mund të lutemi me emrin Allahut El Khalik, e shumë të tjera. Të nderuar, miru takofshim, Zoti ju ruaj.